e shfrytëzojmë na shancën, a jemi tu e pa Ramazanin si shancë, apo është mirë kjo që po veprojmë na në Ramazan pak po dhezemi më shumë? Si mund të na tregoni pak më gjërësisht? Po, kjo shancë është një herë që jepet njerit. Kemi prej familjarëve tonë, prej mesit tonë, akrabave, shokëve tonë që për shembull për fat keq, si vjet nuk janë me neve. Vitin e kaluar kanë qenë si vjet, nuk janë sepse janë ndarë nga kjo botë dhe nuk kanë mundësi të agjërojnë. Prandaj edhe për neve është një shancë, na është dhënë kjo ditë që ta agjërojmë, ta shfrytëzojmë në maksimum agjërimin e saj, në mënyrën, në formën më të mirë, siç ka thënë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, bëhet agjërimi. Të mundohemi në përpikri çdo urdhë të Zotit ta çojmë në vend. Është shancë më të madhe, nuk do të na jepet asnjëherë. Po sikur edhe milionët të jepen, mjafton kjo ditë agjërimi që të zhdon me agjëru, kur ditën e xhenetit, në ditën e gjykimit, Zoti kur do thirr për xhenet, atë do ta shijosh atë kënaqësi, do ta shijosh atë merit që ta ka dhënë Zoti.